Kosova vende më e korruptuar. Kosova hub 100 miliona ndihma të premtuara për shkak të korrupsionit. Isa Mustafa nuk e ka vullnetin për me parandalu një gjatë tillë, se ka pas vullnetin politik as tek djali i tina. Mirëmbrëma shikues të nderuar. Ndërkohë që opozita po merret me çështje ekskluzivisht politike, Isa Mustafa duket se po merret me çështje të pastra ekonomike, me konkretisht me ekonominë e familjes së tij. Djemtë e kryeministrit Isa Mustafa kanë rritur pasurinë e tyre ndërkohë që babai po drejton vendin. Atyre, por edhe deputetëve të caktuar, qeveria Isa Mustafës u ka dhënë licenca shtetërore përmes të cilave ata tash po gjenerojnë fitime të majme. Zona Express ka realizuar një dokumentar përmes të cilit dëshmohet se si u ndryshuan rregullat e lojës vetëm e vetëm që të përfitoj familja e kryeministit dhe deputet të caktuar, vota të cilave i duhej Isa Mustafës për të kaluar çështje të rëndësishme në parlament apo për ta zgjedhur Hashim Thaqin në postin e presidentit të Kosovës. Ju ftoj ta ndiqni dokumentarin e titulluar Lidhja e terminaleve. Nga tani, ky është misioni i miri. Kryese tani lypin edhe 10.000 o zgjat. Diferencuat rëndësisht nga krimi. Margarita Kadrios që ka shit vote dhe ka marrë tash një terminal me të cilin siguron miliona euro tyra. Kokës e thira tash ka u bo. Dhe po kur gjën babet apo kanë pru qatë kerën, the që kanë pas për para, dhe kanë pru me ndresh, sepse s'kishin mujt me rregullu. Vetë ministria e dha djalit ti me i rregullu veturat e kryeminisa. Mësoj numrat. Unë nuk e di pazaret, unë e di vetëm procedurat i gjera. Realisht është shumë e dyshim se si ka arrit djali i kryeministrit me marrë përfaqësinë e BMV-s. Po jam më i matën sepse po mësim më boj matën, nga njerëz po kam qare pa ndërhy. Ky është prej rasteve të rralla ku kryeministri Isa Mustafa shfaqet në publik i buzëqeshur. Muajve të fundit, ai ka dalë shumë rrallë në publik, ka dhënë intervista vetëm me gazetarë të besuar të tij, ndërkaq është fshehur sa herë që i ka plasur ndonjë skandal. Këtu ka arsye për të qenë i gëzuar. Isa Mustafa po martonte djalin e vogël, besnikun. Natën e 12 nëntorit në hotelin Emerald, ai po priste familjar, njerëz të biznesit, bashkëpartijak të tij. Kamerat e emisioneve të showbizit ishin lejuar të filmonin gjithçka. Sigurisht, kundërshtarët politik, brenda apo jashtë lidhjes demokratike të Kosovës, nuk ishin ftuar në dasmën e djalit të kryeministrit. Mos për asgjë tjetër, Isa Mustafa njihet si një inatçor kronik. Por, nëse Mustafa nuk ka arritur ta shijonte në publik të qenit kryeministër i vendit, ai ka shfrytzuar maksimalisht privilegjet që të jep posti më i rëndësishëm në vend. Ka punësuar bashkëpartijak, ka vendosur në poste drejtuese njerëz të besuar të tij dhe ka dhënë favore ekonomike për interesat të pastra politike. Mbi të gjitha, kryeministri Mustafa ka qenë në gjendje të shpërndajë licenca shtetërore në shkëmbim të votave të deputetëve të caktuar, apo, edhe më keq, ka dhënë licenca terminalesh edhe për kompanitë ku aksionar janë djemt e tij. Zona Express sjellsonte një dokumentar për keqpërdorimin e pushtetit nga ana e kryeministrit Isa Mustafa
rritjen e pasurisë së djemvëve të tij, Arbenit dhe Besnikut, dhe shitblerjen e deputetëve të Kuvendit të Kosovës. Ne kemi 1.000 makina në qeveri, asë një informatë se kam cila ku rregullohet as për atë s'kam pas informatë, kam pas informatë në veç kur kam pas që djemë të Isa Mustafës burën të ndërë nga Kryeministria. Ka kokës e thira ta shka u bon, dhe po kur gjën babet apo kanë pru qatë kerën, the që i kanë pas për para, dhe kanë pru me ndresh, sepse s'kishin mujt me rregullu kërkone, këmë dhonë që të ofertë, dhe pastaj ata kanë pranu ofertë. Në osju këtheva, më ndojë thash Prishnat puna të ndërë, sepse s'mundet është punë. Pa kush e ka parë Isa Mustafën të këndoj, si në këtë video, për dasmën e djalit të tij të vogël, Besnikut, i cili ishte përfshirë në skandalin e servisimit të një makine nga institucioni që udhëhiqet nga babai i tij. Këtu kryeministri Mustafa këndon me dikur ortakun e tij në biznes, Afrim Muqishin. Afër i rinë dhe zyrtar të lartë të LDK-s, që për më shumë se politikan, njihen për lidhje të moqme me të, nga fondi i 3%-shit, si në këtë rast Naser Osmani. Lidhjet me biznes e sollën Isa Mustafën në krye të kryeqytetit. Ato e sollën në krye të LDK-s. Si një ekonomist i vërtet, Mustafa me kalkulimet politike dhe një lojë prej 6 muajsh me koalicionin Lvan e bëri veten kryetar të qeverisë. Megjithatë, kundërshtarët e cilësojnë ekonomist të dështuar. Kushini ju që të vlerësoni se kush është ekonomisti dështuar apo kush nuk është. Por me punën e cilë është bërë në Prishtinë, edhe ti si matematicien të mësoj numrat, edhe mësoj si me vepru për numra, dhe s'është mune e jotja me dhonë vlerëzime për Prishtinën. Ai mund edhe të jetë një ekonomist i dështuar në qeverisje, por nuk është i tillë kur bëhet fjalë për të bijtë e tij. Nuk do të kurseheshin, madje as të ndert publik nga zyra e tij për kompaninë në pronësi të djalit të tij, kompaninë Makar, apo e njohur më mirë si përfaqësia e kompanisë gjermane të veturave, BMW në Kosovë. Jo pa të thonë atëherë unë pak reagova, jo që edhe t'ju, po më duk të edhe titulli pakës i parsyshëm. Titullin që përmend Mustafa ja ka lënë ky gazetar që shihni, Parim Olluri, në atë kohë në gazetën JNK. Në anën tjetër, kompania Atina del që fiton edhe tender publik, me njëherë pasi prindi Tina e merr pozitën e kryeministrit. Kjo ka qenë arsye që pa ta raportu para një viti për këtë rast, për shkak që kompania Maksar nuk ka fituar asnjë tender para se Isa Mustafa të jetë kryeministër. Dhe tenderi është anulu me njerë pas publikimit dhe me premtimin e kryeministrit që kompania djalit Tina nuk ka me fitu asnjëherë për pareve të shtetit, ku mas 6 muajve ose 7, ndikon në gusht 2016, demantohen pohimet e kryeministrit pasi që del që kompania Maksar fiton edhe një tender 3 prej Agjencisë Kosovare të Inteligjencës. është shqetësuese me një farforme kur njëri kryesor i vendit nuk arrin për me marrë fjalën publike që jep
nëse një kryeministri në shtetit del edhe deklaron që familja tina s'ka me fitu për buxhetit publik, atëherë mendoj që ajo do të jetë urdhër i prem edhe nuk gëzon me u përsërit, sepse kjo ta jep një farë pasqyrë që edhe bizneset tjera që janë të afërt me ministra, me zëvendës ministra, përfitojnë për prokurime publike dhe Isa Mustafa nuk e ka vullnetin për me e parandalu një gjatë tillë, se ka pas vullnetin politik as tek djali tina. Por ky tender që për Isa Mustafa nuk është asgjë, e për të tjerët ekspozon mënyrën se si kjo qeveri po operon, e pati ekspozuar po ashtu Mustafën edhe në mediat ndërkombëtare. Me ato, Mustafa nuk u morë si që morë me mediat kosovare, që raportuan për këtë aferë. Isa Mustafa, pas ardhjes në postin e kryeministrit, do të shquhej më shumë për një arrogancë karshi medjave, shoqërisë civile dhe opozitës, madje në disa raste deri në ofendim. Tenderet publik janë një lojë e vogël karshi lojës së madhe që në mandatin e Isa Mustafës u bë me licencat publike për terminalet të mallrave. Por, në këtë rast, ai do të detyrohej që për hatër të koalicionit me PDK-n të ndante edhe një licencë për ish-nën kryetaren më jetë shkurtër të kësaj partije, Margarita Rushdi Kadriun. Me këto biznese fort profitabile në vend, koalicioni aktual qeverisës do të blinte vota e do të arrinte paqe në parlament. Këtu ditë kemi një temë shumë të madhe, e cila është Margarita Kadriu, që ka shit vote. Dhe ka marrë tash një terminal me të cilin siguron miliona euro të tyra. Edhe është e qartë, ai ka qenë kundër PDK-s, ka dalë pi PDK-s. Për gazetarin Ibrahim Regjepi, që tash i është bashkuar partisë së ish presidentit Behgjet Pacolli, ky është hiq më pak se korrupsion. Nëse është më i miri ka fitu. Mirë po më dyshoj në këtë duke pasur parasysh pakur në atë që ka qenë në opinion dhe luta që është bërë rreth kësaj licence. Dhe realisht çdo përfitim mbi bazën e fuqisë apo të mundësisë që është dhënë për shkak të pozicionin shoqëror që ka. Kjo nuk mund të jetë vetëm keqpërdorim i pozitës, por në një mënyrë është edhe abuzim me kompetencat që ka, apo edhe një formë korruptive. Realisht për çdo përfitim mbi bazën e pozicionit që ke paraqet një korrupsion. Dhe nëse licenca ka qenë kusht për një vot apo për diçka, kjo nuk ka kurrë tjetër pas korrupsion. Historia terminalit doganor të familjes së deputetës Margarita Kadriu, ish nënkryetare e PDK-s, jo rrallëherë është lidhur edhe me vetë zgjedhjen e kryetarit të kësaj partije në postin e presidentit të Kosovës. Në ditën kur ai u zgjodh president në raundin e tretë dhe të fundit të votimit në sallë ishin vetëm 81 deputet, derisa më pak se 80 sosh do të pamundsonin edhe votimin për të. Kështu që çdo pjesëmarrje e çdo deputeti në sallë, qoftë edhe duke votuar kundër ose duke abstenuar, do t'i bënte favor zgjedhjes së thaqit president. Kështu kishte vepruar edhe zonja Kadriu. Deri tash, as deputetja Kadriu e as Hashim Thaçi nuk kanë komentuar nëse ata kishin një marrëveshje që ajo të qëndronte në sallë në këmbim të licencës për terminalin doganor, por as nuk e kanë mohuar këtë mundësi. Por, ditë më parë, këtë mundësi në një televizion e ka mohuar ministri aktual i infrastrukturës Lutfi Zharku nga LDK-ja. Ai tha me ironi që licenca për terminalin e familjes Kadriu dhe qëndrimi i deputetës Margarita Kadriu në seancë për Hashim Thaçin ishin vetëm një rastësi. E njeriu që rri afër Isa Mustafës derisa bën tentativa të kota për të kënduar Naser Osmani, që aktualisht drejton njërin nga komisionet më të rëndësishëm në parlament,
atë për financa, mohon çdo mundësi që këto licenca publike të jenë përdorur për pazare politike. Jo, terminalet nuk janë përdorur në atë kuptim, ju e përmendet një rast për marrjen e licencës, por kjo çështja e marrjes licencës dhe çështja e përdorimit të terminaleve në çështje të ndryshme, por nuk konsideroj që ka mujt më bën ndonjë veprim nëpër terminale për një vot presidentit apo kujdo qoftë. Nuk ka pas pazare të tilla e thoni ju? Unë nuk e di pazaret, unë e di vetëm procedurat ligjore. Si deputet i LDK-s, ai madje thotë se nuk njeh asgjë tjetër pos procedurave në këtë proces, për të cilin një hulumtim i Zona Express zbulon se nëse nuk shkelin ligjet e vendit, ato janë thjesht të kurdisura. Po, konsideroj që dogana e Kosovës e ka të rregulluar çështjen e kritereve që duhet plusuar për ndarjen e licencave për të disponuar një terminal doganor. Dhe ajo duhet bëhet në proporcion me mundësitë, domethënë që Kosova ka për import, të cilat ato duhet të distribuohen nëpër terminale të caktuara, pastaj të kryhet procesi i zhdoganimit. Dhe konsideroj që deri me tani doganat kanë qenë mirë të organizuara, po kanë qenë edhe mirë të mbikëqyrura prej doganës, sidomos me investimin i cili është bërë nga ambasada amerikane që ka të bëjë me monitorimin të drejt për drejt të çdo veprimi i cili bëhet në dogan, dhe konsideroj që kjo ka funksionuar deri me tani mirë. Pyetja për cilën ju thuani, nuk kam ndonjë informat sakt apo që mund të prononcohem se ka politikisht dhënë ndonjë terminal dikujna, mund të jetë edhe ashtu, nuk e di. Por edhe nëse duhet bëhet një inspektim apo të kërkohet një inspektim lidhur me procedurat, me plësimin e kritereve dhe domethënë përshtatshmërinë e atij objekti i cili ai plotson kushtet për të qenë një terminal doganor. Para se ta merrte këtë licencë familja Kadriu, deputetës së PDK-s, tash deputete pavarur në kuvend, do të fishkullonte ashpër qeverinë dhe Isa Mustafën për bashkëpunim me krimin e organizuar. Në këtë video amatore që është postuar në një kanal në YouTube me emrin Margarita Kadriu, aty ku është i publikuar edhe spoti i saj kur ju bashkua misionit të ri të Hashim Thaqit, ajo flet derisa t'i ndalet mikrofoni nga regjia e kuvendit, e më së shumti flet për licencat publike. Nga ju të nderuar deputet, nga gjithë ata që nuk janë të lidhur me bizneset, të cilët me mbështetjen e pushtetarëve e dëmtojnë buxhetin e Kosovës, pres që të krijojmë urgjentisht komisionin hetimor parlamentar për hetimin e evazionit fiskal. Ndërkaq, nga qeveria pres që pas reagimit të kryeministrit të ndërmirën veprime konkrete për çlirimin e shtetit nga bandat dhe hienat. Sa për të qenë edhe më e qartë, kryeministri ka dy mundësi para vetës. E para të negociojë dhe të bashkëjetoj me Krye se tani lypin edhe tjetë mja zgjatë, krye. Diferencuat rëndësisht nga krimi, por jo me fjalë, por me vepra konkrete. Faleminderit. Ishte ky një diskutim për çështje private në një karrike që e mori me vota, por diskutime të tilla rrallë më do të shiheshin nga Kadriu. Ajo tash më shpesh bëhet lajm për mbytjen e kohës në seanca me 2 smartphone-et e saj, si kjo video që shihni. Ajo do të rahatoj kur e mori licencën për një terminal doganor, kërkesë kjo e ka moçme saj, por që do të realizoj para se dikasterin e infrastrukturës ta merrte në dorë LDK-ja dhe financieri i saj, Lutfi Zharku. A ka pas favorizime në këtë aspekt? Po me qenë se ne si deputet kemi atë mundësinë për të marrë raporte edhe nga dogana, sidomos nga drejtori doganës që në kohën e fundit i raporton drejt për drejt edhe Komisionit për Buxhet dhe Financa mbas kërkesës sonë. Ne kemi të pamundur për di domethënë çështjen e është respektuar një procedurë apo jo. Ne mund vetëm të dim a janë plotësuar kushtet
që parashipen bazë kritereve të caktuara dhe që ta disponoj licencën për pajis dikush me një terminal doganor. Nuk kemi kërku një gjatë tillë tash pas kërkesës juve që të bëhet këtë intervistim për të bëhet publike kjo, mendoj që është një çështje që tash duhet me mendu edhe në sekretari i komisionit dhe për të kërkuar nëse ka ndonjë argument apo del edhe nga ju ndonjë argument për cilin ne nuk e kemi që të kërkojmë prej drejtorit doganës që të prononcohet para komisionit për buxhet dhe financa lidhur me dhënien e ndonjë përqimi apo licence nëse dikush nuk i ka plotësuar kriteret apo është dhënë për ndonjë qëllim politik. Keni pa shkrime në media, edhe është diskutuar shumë, sidomos rasti Margarita Kadriut. Si keni pa ju këtu? Po ka pas shumë përfolje, ka pas edhe shkrime mediale nga gjitha portalet, por një gjatë të tillë ne nuk e kemi kërkuar që të kemi këtë informat. Konsideroj që duhet edhe organet tjera më tepër të interesohen, sepse ne lipëm llogari krejt natyrës tjetër nga dogana, por një gjatë të tillë mund të shtruhet edhe një kërkesë që të vihet të prononcohet drejtori lidhur me këtë çështje. Ministria e Infrastrukturës do ta gëzonte me një licencë edhe kompaninë slovene Inter Europa, Dega në Kosovë, që drejtohet nga djali i madh i kryeministrit Mustafa Arbeni. Kompania tashmë drejtohet nga djali i kryeministrit, por në vitin 2010, në deklarimin e tij të pasurisë, Isa Mustafa, atëherë kryetari i Prishtinës, pati deklaruar vullnetshëm se ka aksione në këtë kompani. Për dhënien e këtyre dy licencave, qeveria do të ndryshonte komplet rregullat e lojës, të cilat do të dokumentohen në këtë emision për herë të parë nga Zona Express. Por realisht, bizneset e familjes kryeministrit nuk dallojnë shumë prej bizneseve të liderëve tjerë politik. Në fakt është një farë mentaliteti lindor ku gjithë njerëz të fuqishëm politik kanë rrjet bizneseve në pronësi të djemve, vajzave ose antarëve tjerë më të ngushtë familjes. Na kemi edhe rastin e familjes presidenciale Thaçi ku vëllezërit e tina kanë biznes të nis prej minerale, gurthyzve e deri te ndërtimi i komplekse banesore. Në anën tjetër edhe në kampin opozitar e ki rrjetin e bizneseve të vëllezërve të Recep Selimit, prej bizneseve agrobujqësore deri tek uzurpimi i ndërmarrjeve shoqërore për përfitime personale. Në këtë linjë edhe familja kryeministrit është ngjajshme me familje tjera të poshtetshme ku njëri prej tyre e ka përfaqësinë e kompanisë më të madhe gjermane BMW, e tjetri është përfaqësuesi i kompanisë slovene që operon si terminal doganor i malrave. Realisht është shumë e dyshim se si ka arrit djali i kryeministrit me marrë përfaqësinë e BMW-s, kur para se ta marrë autorizimin për këtë punë nuk është shqu si afaresi i suksesshëm në një fushë caktuar. Realisht ka qenë një ish zyrtar i një banke private që ka punu me rrogë dhe më njëherë del si përfaqësues një kompanie super të fuqishme. Por edhe pse nuk ka një transparencë shumë të madhe rreth mënyrës së licencimit të terminaleve, po duket se terminalet më shumë janë shndruar në një pikë e një gares për përfitime shumë të lehta, shumë shpejta, sesa që ato licencimi i tyre mbështeten në një arsyeshmëri ekonomike, në një analizë të fizibilitetit apo në një studim që tregon arsyen të hapet apo mos të hapet. Edhe pse ekziston nevoja për to, duke pasur parasysh që spaku mënyra e zhdoganimit, transporti të kenë kosto sa më të ulët, do të jenë sa më afër biznesit. Por megjithatë kam përshtypjen se licencimi më shumë ka shku në drejtim të përmbushjes së apetiteve individuale apo të përmbushjes së kërkesave të bizneseve të caktuara, bizneseve të lidhura me persona në hierarkinë shtetërore e jo atë shumë duke përfil interesin e përgjithshëm të ekonomisë së vendit.
Megjithatë, jo pak e shohin si korrupsion licencën për kompaninë që e drejton djali i kryeministrit Mustafa, për të cilën ky i fundit një herë pati deklaruar edhe posedim aksionesh në të. Deputeti i LDK-s që drejton Komisionin Parlamentar të Financave e sheh krejt ndryshe. S'është e vërtet, kjo është absolutisht e pavërtet, sepse djali i Mustafës ka që 7-8 vite punon për një kompani slovene që ka terminal. Ai vetëm punëtor, pa ai s'ka terminal. Ai punon për një kompani slovene që mirët edhe me çështje të terminaleve, po ai nuk ka terminal, ai është punëtor aty. Ai është një punëtor me rrogë, kompania slovene, pronarët e aksionarët janë sloven, menaxhohet prej sloven. Ai merr vetëm një rrogë si punëtor në atë kompani. S'ka po kjo, sepse ata nuk e kanë marrë licencën për herë të parë, ata disponojnë me licencë me vite tona. Ata që thash, edhe pa qenë Isa Mustafa kryetari i LDK-s. Me gjithë mohimet që fenomeni i shpërndarjes së licencave për terminalet të mallrave në Kosovë të jetë politizuar, një hulumtim i pavarur i zonës ekspres zbulon se ky proces është kurdisur, është përdorur politikisht e ku është shkelur me të dyja këmbët interesi publik. Kështu, derisa në doganat e Kosovës, që dikur ishin përgjegjës edhe për licencimin e terminaleve të mallrave, ka një listë të gjatë, shumë të gjatë të terminaleve dhe ato kryesisht janë të papërdorshme. Qeveria vendos të hapë terminale të reja. Një raport i inspektimit i bërë nga Ministria e Infrastrukturës që e ka zona ekspres i ka listuar 9 terminale, por në faqen 14 të këtij raporti, Komisioni i tregon stafit politik një të dhënë që duhej t'i bënte ata të vepronin krejt ndryshe nga se vepruan. Vetëm 30% e hapësirës së terminaleve ekzistuese po shfrytëzohej. Raporti konstaton se 70% e terminaleve ekzistuese në atë kohë në fakt ishin krejtësisht të panevojshme. Por si do të bëj pastaj vendi edhe për 2 terminale? Një për kompaninë e drejtuar nga djali i kryeministit Mustafa, Arben Mustafa, dhe një për shtëpinë e deputetës problematike të PDK-s, Margarita Kadriu. E këto në skenë hyn pastaj ish drejtori i doganave të Kosovës, Lulzim Rafuna, aq shumë i përfolur për afera të ndryshme. Në një shkresë që i pati dërguar Ministrisë së Infrastrukturës, përkundër konstatimeve të komisionit që ka shumë terminale në treg, konstaton se në Prishtinë ka nevojë edhe për një terminal tjetër. E stafi politik i drejtuar nga Lutfi Zharku, financieri i LDK-s, ministri aktual i infrastrukturës, në këtë rast do ta mirëpriste këtë konstatim krahapur, duke dhënë jo një, por 2 licenca për terminalet doganore të reja. Kur përfitojnë licenca e njerëz të tillë, atë gjithsesi se ekzistojnë dyshimet. Dhe për atë po thamë që duhet një transparencë e plot në mënyrë që të hiqen këto dyshimet. Meqense se qoftë fëmijët e kryeministit apo të kryeparlamentarit apo kujt atyre kur kush nuk i ndalon të bëjnë biznes. Kur kush nuk dalon të merret me veprimtari, qoftë terminale, qoftë diku tjetër. Mirë po, duhet të sigurohet opinioni se aty nuk ka pas ndikime, nuk ka pasur keqpërdorime dhe gjithçka ka shku në mënyrë më korrekte dhe ashtu si kërkojnë procedurat ligjore. Dhe unë ndoshta është këtë çështje që më kërkon më shumë moral se sa ligj, ta zëm në situata të tilla. Unë do të kisha preferuar që fëmijët,
familjarët e njerëzve të tillë fare mos të marrin pjesë në të ndera të tilla, apo mos kyçen punë të tilla, thjesht me qëllim për të ruajtur një ndershmëri edhe një besim të institucionet. E jo që licencat të tilla të krijojnë përshtypjen e ndikimeve, e favorizimeve në interes të një individi e në dam të bizneseve. Zona Express ka provuar të flasë me Ministrinë e Infrastrukturës për këto licenca. Mirëpo, ky dikaster nuk ka pranuar të komentojë rreth interesimeve të emisionit, po ashtu nuk ka komentuar as qeveria. Madje, nuk ka komentuar as familja Kadriu, e kontaktuar përmes opsioneve që ata kanë lënë në dispozicion të publikut. I kontaktuar nga Zona Express, djali i Isa Mustafës, Arbeni, nuk ka pranuar që të intervistohet para kamerës, e as të komentoj për mundësinë që afërsia e tij familjare me kryeministrin ja ka mundësuar kompanisë që drejton që të bëhet si terminal doganor, por me shkrim ka dhënë një përgjigje, historikun e kompanisë që drejton, diçka që tashmë edhe është publike. 2 terminale, një për PDK-n e një për LDK-n, duhej të jepeshin me patjetër, edhe pse së paku për njërin, atë për familjen Kadriu kishte pasur më parë një refuzim që t'i jepej licenca. Madje, as nuk ishte nevojë, sepse kapacitetet e terminaleve ekzistuese po shfrytëzoheshin vetëm në masën 30%, apo mbi 2 herë më shumë terminale se që ka nevojë vendi. Por qeveria kosovare e koalicionit PDK-LDK, e drejtuar nga Isa Mustafa, kryetar i LDK-s, gjeti një tjetër zgjidhje. Ata i ndryshuan krejt rregullat e lojës që ato të përshtateshin me mundësitë e bizneseve të politikanëve që duan të marrin licencë. Kështu, qeveria ka kaluar një rregullore të re për terminalet e madrave që ka hyrë në fuqi nga data 17 dhjetor i vitit të kaluar. Kjo rregullore ka përplot lehtësira të cilat ja mundësuan biznesit të deputetës Kadriu që të licencohej, derisa e njëjta rregullore ja lehtëson procedurat e licencimit si terminal edhe përfaqësisë së kompanisë slovene në Kosovë, Inter Europa, kompani private që drejtohet nga i biri i kryeministrit Isa Mustafa, Arbeni. Në vitin 2010, Isa Mustafa, si kryetari i Prishtinës, në deklarimin e pasurisë e kishte listuar këtë kompani si të tijen, por në vitet pasuese e ndron këtë deklarim. Biznesi Inter Europa, në një raport mbi gjendjen e terminaleve në Kosovë të hartuar nga Ministria e Infrastrukturës, veç se përshkruhet si njëri nga 9 terminalet aktive kosovare, por as aty e as më vonë askush në qeveri nuk ka dhënë shpjegime se ky biznes a ka licencë për terminal apo punon si i tillë pa një licencë të tillë. Me rregulloren e re për terminalet e madrave që është miratuar në fund të vitit 2015, qeveria e Kosovës ka hequr dorë edhe nga kërkesa për leje për terminale, që ka qenë një kërkesë bazë e të cilën nuk mund ta përmbushte biznesi i familjes së deputetes Margarita Kadriu dhe biznesi i të birit të kryeministrit Mustafa. Zona Express posedon dosjen me të cilën për herë të parë ka aplikuar City Park për të licencuar si terminal doganor dhe ata kishin paraqitur një leje nga komuna Fushë Kosovës që ishte leje për ndërtimin e shtypshkronës dhe jo terminal. Pas tjerash, në rregulloren e re, qeveria ka vendosur që të përgjysmojë sipërfaqen minimale që duhet të ketë në dispozicion një terminal nga 10.000 metra katror dhe ka ulur po ashtu numrin minimal të parkingjeve, që ishte nga 50 parkingje në 30 sosh, derisa pothuajse çdo kriter tjetër është zbutur ose është eliminuar fare. Me rregulloren e re, madje është minimizuar edhe kërkesa sigurisë financiare dhe tash kërkohet një garancion prej vetëm 50.000 eurosh. Edhe për gazetarin Parim Olluri,
bartja e kompetencave për terminalet doganore nga doganat e stafi politik ishte piknisje kur këto licenca do të përdoreshin tashmë për qëllime politike. Ka qenë doganat e Kosovës, autoriteti që ka dhënë leje për me nisë punën një terminal. Ma vonë, qeverisjen e zotin Hashim Thaqit, është vendosur që me konë Ministria e Infrastrukturës, përgjegjësia e licencimit, realisht me konë stafi politik, vetë ministri i dikasterit, ai që vendos me dhënë leje nëse jo. Edhe prej vitit 2010-2011, kur këto kompetenca janë deleguar te stafi politik, ka filluar edhe dhënia terminale për interesa politike. Edhe ka qenë një kohë 2-3 vjeçare që janë bllokuar licencat e reja, për shkak të presionit bizneseve që kanë terminalet aktuale, nuk kanë leju për më hap tregu, edhe pas 3 vite del që tregu hapet pikërisht për 2 biznese në afërsitë politikanëve dhe ka qenë shumë e dyshim. Nëna për tyne ka qenë terminali i familjes deputetës Margarita Kadrio, terminali i kompanisë City Park, që është në pronësi të prindit saj, Rëshdi Kadriot, dhe terminalit ku është drejtor Arben Mustafa, djali Isa Mustafas, terminali me emrin Inter Evropa. Që ka qenë dyshim është që një muaj para se këto 2 kompani të marrin licencën është ndryshu udhëzimi administrativ ku kriteret më të rëndësishme janë zvogluar, siç është ajo për depo, për hapësirë, ka qenë me udhëzimin e vjetër para pa ndikon 10.000 metra katror është zvogluar në 5.000 metra katror, për shkak që parafërsisht kompania City Park çato metra katror i ka pas. Edhe tek terminali tjetër është edhe një dyshim tjetër që nuk është hetuar hala për organeve shtetërore të hetuesisë, është fakti se qysh Ministria e Infrastrukturës, edhe ishën Pelit Fizharkët që është pjesë e LDK-s, nga vjen edhe kryeministri, kur e ka vënë raport të inspektimit të terminaleve, e ka fut edhe Inter Evropën dikon 5-6 muaj para se me marrë licencën. Realisht në atë kohë Inter Evropa ka vetëm zyre mbrëmshme zhdoganimit. Dhe Ministria ja vullos epitetin terminal para se me marrë licencën, në një farforme ja përgatit terren kompanisë drejtuar prej Arben Mustafas. Kjo rregullore e re që u lehtësoi tepër licencimin e terminaleve të reja familjarëve të politikanëve, është kundërshtuar madje edhe nga shoqata e operatorëve të terminaleve të licencuara, OTL. Ata në një shkresë zyrtare konstatojnë se udhëzimi i ri administrativ për terminalet e mallrave krijon kushte për monopolizim, derisa tregu tashmë është i liberalizuar. Ata konstatojnë se udhëzimi i ri administrativ është aq i degraduar sa që humb edhe vetë kuptimin e ekzistimit. Kjo shoqatë konstaton se në vend se të shtrëngoheshin kriteret për të garantuar cilësi e siguri, ato janë zbutur jashtëzakonisht shumë. Edhe eksperti i ekonomisë, Ibrahim Regjepi, thotë se në këtë rast asgjë bëhet fjalë për liberalizim të tregut. Kosova s'po kombon me kushtetutë dhe me ligje ka ekonominë e lirë, ka ekonominë e konkurrencës. Në momentin kur ka favorizime, mos kem çka flasim për konkurrencë të lirë. Atëherë konkurrent është emri, konkurrent është një qëllim i caktuar e jo një garë në bazë të vlerave dhe në bazë të ofertës që kanë operatorët. Më i qëndrueshmi, më i miri, por edhe ai që ofron shërbime më të cilësuara me kosto më të lirë për përshfrytzues të atyre shërbimeve, ai duhet të licencohet, e jo pse është pronë e XY-it. Organizata që mori përsipër të mbronte interesat e terminaleve ekzistuese, pra shoqata e operatorëve të terminaleve të licencuara, në shkresat e saj në qeveri ka prekur edhe një aspekt tjetër lidhur me licencat për kompanitë e familjarëve të politikanëve, për rritjen e shpenzimeve shtesë të agjensive shtetërore, si doganat, Agjencinë e Veterinës e Agjencinë e Produkteve Medicinale dhe agjensitë të tjera që obligohen për kontroll të produkteve në kufi. Praktikisht, çdo pikë e re doganore ngarkon buxhetin e shtetit me paga dhe shpenzime të tjera. Duhet të punësohen oficer të rinj doganor
dhe të tjerë që duhet të jenë prezent në këto biznese private. Por, askush nga qeveria e as nga doganat nuk ka komentuar se sa është dëmi që do t'i bëhet buxhetit të shtetit me rastin e licencimit të bizneseve të familjarëve të politikanëve. Në një portret të paautorizuar që Zona Express i pati bërë kryeministrit Isa Mustafa, pati publikuar një analizë të detajuar të fijeve biznesore të tij, që shkojnë larg deri te klubi futbollistik Prishtina e përmes tij lidhjet me biznesmen të fushave të ndryshme, përfshirë edhe këngëtarin Afrim Muqiqi, që tenton ta mësoj kryeministrin të këndoj. Kështu, në vitin 2010, Isa Mustafa deklaroi se kishte aksione në këtë klub të qytetit që në atë kohë e drejtonte, po him kyçe në deklarime të mëvonshme të pasurisë, ose do të vendoste në emër të fëmijëve, ose do ta evitonte komplet. Me apo pa aksione në klubin e futbollit, lidhjet biznesore të kryeministit kosovar dhe familjes së tij shtrihen gjërë e gjatë dhe prekin prej të nderve publik e deri te licencat publike, pa përjashtuar edhe njërin nga bizneset më profitabile kosovare, terminalet doganore. Salloni veturave Makar gjendet në magjistralen Prishtinë-Shkup, në kilometrin e 3. Kjo kompani, në pronësi të dy djemëve të kryeministrit Arbenit e Besnikut, filloi punën në vitin 2010 si diler i kompanisë gjermane BMW. Vend ky, ku Isa Mustafa në vitin 2009 kishte pasur një sër udhëtimesh zyrtare me buxhetin e shtetit. Kjo kompani e të bijve të kryeministrit do të kapej në vitin e kaluar edhe duke përfituar së paku një të nder nga vetë zyra e kryeministrit, zyra e Isa Mustafës, për servisimin e një veture që në fakt ishte vetura BMW, që përdorej ka partneri i koalicionit tash presidenti Hashim Thaçi. Biznesi Reinvest ku Isa Mustafa her pas here ka deklaruar se i ka deri në 20% të aksioneve, e lidh Isa Mustafën, po ashtu edhe me disa deputet kosovar e me disa aktivistë të shoqërisë civile. Mustafa del që në dhjetor 2014 është person i autorizuar edhe në NLB Bank, ku person fizik ishte edhe Albert Lumezi, vëllai i kryeprokurorit aktual kosovar, Aleksandr Lumezi. Por për te atyre që dijen tashmë për afarizmin e familjes së kryeministrit, Zona Express përmes burimeve të saj ka zbuluar se ai tashmë po zërohet. Këto pamje që transmetohen për herë të parë, ekskluzivisht nga Zona Express, tregojnë me zë dhe figur gufimin e pasurisë së djembëve të kryeministrit këta muajt e fundit. Ky objekt që po ndërtohet ndodhet në magjistralen Prishtinë-Shkup. Këtu do të vendoset kompania Makar shumë shpejt. Objekti nuk dihet se sa po kushton, por nga përmasat duket goxha i kushtueshëm. Por jo vetëm kaq. Djemt e kryeministit Mustafa në të njëjtën kohë ka nisur edhe një objekt gjigant në lagjen Arbria, ish Dragodan i Prishtinës. Ky që shihni tash. Vlera e dy objekteve sigurisht kushton miliona euro. Por ku po i marrin ata gjithë këto para? Të gjithë refuzojnë t'i përgjigjen kësaj pyetje. Për krejt këto zhvillime e afarizëm në familjen e Mustafës, Zona Express ka provuar që të intervistoj njerëz afër tij dhe njerëz përgjegjës për komunikim me publikun në qeveri, por
të njëjtit nuk janë pajtuar që të flasin për këtë dokumentar. Ka pasur të tillë që edhe kanë provuar ta pengojnë transmetimin e këtij dokumentari. E çuditshme ka qenë që edhe pjesa më e madhe e partive opozitare në kuvend i kanë ikur intervistimit për këtë dokumentar, shpesh edhe me arsyetime qesharake. Derisa pjesa politike ka rezervuar të drejtën që të ikë nga debati për rritjen e zgjerimin e pasurisë së familjes së Isa Mustafës, pasi që ai u bë kryeministër, gazetarë dhe ekspertë të fushës së ekonomisë shohin që ky fenomen i favorizimit të bizneseve familjare nga njerëz në pushtet është më së i përhapur. Dhe, madje, nuk ka edhe aq shpresë që të ndalet me sistemin aktual të drejtësisë aq shumë të kontrolluar nga politika. Kjo me një farë formë është ndru në fenomen, nuk shumica e njerëzve që kanë marrë pozita publike, në njëjtën kohë kanë zhvilluar dhe afarizëm. Një për ty në është edhe zotni Kadri Veseli, që është krye parlamentari i Kosovës, që ka udhëheq biznesin privat KBTPC që merret me shitjen e kompjuterëve. E përmendëm më herët familjen e presidentit Thaçi, familjen e Isa Mustafës, ki shumë raste tjera, rasti familjes Buja, ku Shokri Buja gjatë kohës ka qenë kryetar komune, nënën prapa skene ka ndërtuar një biznes shumë profitabil, që është Villa Pauna, me restorante, sauna, misht kaprollit, ku asë një biznes tjetër nuk arrin për me shit misht kaprollit, edhe del biznesi Zotni Bujës që arrin me prun treg. Po them, nuk ka biznese tjera për shkak që nuk ka import mishit kaprollit në Kosovë. Në anën tjetër, gjëti aty në realisht e ndalume dhe nuk e di në ku i merr biznesi i tina. Për derisa ekzistojnë këto favorizime, mirë po nuk ndërmirët asgjë. Kush duhet ndërmerr? A mund të ndërmarrin veprime ata të cilët kanë sjellë këtë situatë? Unë dyshoj në këtë. Meqense në shtetin tonë nuk po vrej se ka një prokurori, një hetuesi, një gjyqësi krejtësisht e pavarur dhe që veprojnë në bazë të interesit të përgjithshëm. Edhe aty ka ndikime, edhe aty ka favorizime, edhe aty ka dikush landa e dikujt më njënohet e landa e dikujt trajtohet më njerë. Kështu që nuk pres ndonjë veprim së paku derisa kemi këtë konjunkturë politike. Meqense kjo nuk jep indikacione. Marrim dhe të analizojmë çështjen e luftës kundër korrupsionit. Kosova vende më e korruptuar. Kosova hub 100 miliona ndihma të premtuara për shkak të korrupsionit. Dhe realisht këtë korrupsion e udhëheqin njerëzit që janë në superstrukturë shtetërore. Dhe ata tash të merren me mënyrën e dhënies së licencave, me mënyrën e dhënies licencave të merren ata të cilët licencën e kanë kushtuar me një vot apo me një favorizim tjetër, këtë nuk mund ta bëjnë këta njerëz. Isa Mustafa, sa herë që është pyetur për bizneset e djemve të tij, është mbrojtur duke thënë se secili qytetar ka të drejtë të ushtrojë lirshëm veprimtarinë e tij ekonomike. Sigurisht, e drejta e njëjtë nuk mund t'ju mohohet edhe Arben dhe Besnik Mustafës. Megjithatë, biznesi i tyre apo i vëllezërve, dajave e nipërve të politikanëve tjerë nuk është rritur për shkak të aftësive të tyre në të bërit biznes, por për shkak të lidhjeve të tyre politike dhe favorizimeve në të nder publik. Shikues të nderuar, kemi ndjekur kështu dokumentarin Lidhja e terminaleve. Ky njëherësh ishte edhe dokumentari i fundit për këtë vit. Zona Express do të vazhdojë me dokumentar të rinj pas një pauze disa javëshe. Shihemi në shkurt. Natën e mirë.